Dimisht opozita ka kërku na me pas një paku për përballje me inflacion. Kur e bënëm, tha e ki për zgjedhje. Pse shkaktove zgjedhjet, nuk e zgjedhse presidentin tonë? Se se lat me 8 qershor. Qysh se lat me 8 qershor? Vendimin. Si pakun, vendimin e qeverisë. Qindra mira njerëzve m'ja vënu 2 muja. Pse m'ja vënu 2 muj? Si janë betu dhe komuni? Jo veç për hir të opozitës m'ja vënua? Jo, për hir të zgjedhjeve, edhe demokratikë. Fair play, zoti Kurti. Për hir fair play. Po çfarë se dein fair play. Fair play ishte po të bashkëpunonin me neve që pej 3 vetave që i propozojnë ata, na ja u zgjedhim njonën. Nuk ka fair play me ato i cili është destruktiv në mënyrë absolute. Po vetëm diçka t'ju tregoj. Po, ju lutem. 7 herë nga 100 euro për 5 vjet ja u kemi dhënë pensionistët. Pensionin bazik e kena gjetë 90 euro, e kena bon 150 euro. A dini ju që 3 shtete në Ballkanin Perëndimor nuk kanë fare pension bazik. Bosnia dhe Hercegovina, Mali Zi edhe Serbia. Kanë Kosova, Maqedonia e Veriut edhe Shqipnia. Edhe a dini ku është pensioni bazik më i lartë? Në Kosovë. Pikërisht neve që na kanë vjedh fundin pensional e kena pensionin bazik më të lartë 150 euro. Çep ju tregoj ç'është është. Në Shqipëri për shembull, pensioni bazik në Shqipëri është 100 euro edhe e marrin masi që i bojnë 70 vjet. Jo me 65. Po. Në Maqedoninë të Veriut, pensioni bazik është 130 euro, edhe nuk e marrin edhe të dy, edhe plaku edhe plaka. E marrin njëri prej tyre. Burrë se gruaja, 2 smuj e marrin. Në Kosovë është 150. Plus për 5 vjet, 7 herë kanë marrë mbështetjen kanë 100 euro. Se nuk kemi kujdes veç për grave fëmijë, kemi kujdes edhe për pleq. Po gjitha këto shtete që i përmendë zoti Kurti, kur jemi tek mirëqenia, edhe kur jemi tek funksionimi i shtetit ligjor, por edhe i shtetit social, gjitha këto shtete kanë sigurime shëndetësore. Ne nuk kemi sigurime shëndetësore. A thua pse? A thua pse? A thua pse? 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 Po pse pra? Se me 23 prill më në fund e kalum ligjin për sigurime shëndetësore që ka mrizu